Ndërsa kamatën, Allah e ka ndalu, për arsye se është e vërtet që kur shesim edhe kur blem, domethënë blem ma lirë, shesim ma shtrejt edhe na sjell një fitim. Ndërsa në kamat, kur jep dikush bërgj me kamat, jep ma pak edhe merr ma shumë. Mirë, po ku është dallimi? Dallimi është i madh. Sepse në shitblerje ka punë edhe ka mund për ati cili shetë dhe blen. Do të me dalë në treg, me përcjell tregjet, me blej artikullin, me bart, pastaj transportin, me nxjerr prapë në treg, ai shitet, as i shitet. Shtoja kësaj edhe një element tjetër e që është rrezikimi. Ky person i cili e ka blen një artikull, rrezikon me shit ma lirë, ose rrezikon me humb krejt, ose rrezikon mos me shit fare. E që ky rrezikim, të cilin i cili mundet mu ju paraqit këtij që shet edhe blen, Allahu përballë këtij rrezikimi e ka leju fitimin e tregti. Domthonë për ata lejohet me blej ma lirë dhe me shit ma shtrenjtë, sepse kur blen rrezikon që me humb parën tonë, ose mos me fitu, ose edhe me u djeg, ose ndoshta edhe mos me u shit pastaj artikullit të cilin e ke blej fare. Që ju ndodhet plot tregtarëve. Karshi këtij rreziku, edhe karshi këtij mundi edhe kësaj lodhje që e ban tregtari, Allahu ja ka leju që me marr me shit ma tepër. Ndërsa te kamata asnjë nëse ka. As nuk lodh me dal me blej, as me shit, as nuk rrezikohet me i humb ajo që e ka dhënë. Për arsye se ati që i ka dhënë bërgj, patjetër se kam ja kthy borxhin që e ka dhënë. Domthonë borxhin e ka të sigurt. E përderisa e ka borxhin të sigurt, përderisa nuk ka lodhje, përderisa nuk ka ndonjë rrezikim se mundet me i humb pasuria, atëherë prej nga me marr kamatën kë e që është në mënyrë e pandershme.